nuk I bindemi urdhërimeve të Perëndisë, jemi të detyruar të dëgjojmë urdhërimet e perëndive të tjera. Mendoni për Adamin dhe Evën, ata ndoqën urdhrin e djallit kur harruan urdhrin e Perëndisë dhe në fund ndoqën rrugën e shkatërimit. Në çdo epokë, Perëndia na urdhëron gjithmonë të bëjmë atë që është e mirë për ne që të arrijmë rezultate të mira, ndërsa Satani bën gjithçka që mundet për t'i tërhequr ata që ndjekin urdhrat e tij në liçenin e zjarrt të shufurit në ferr. Le të shkojmë te kapitulli 7 I Danielit. Le të shohim Danielin, kapitulli 7, vargu 25. Ai do të shqiptoj fjalë kundër shumë të lartit, do të përndjek shenjtorët e shumë të lartit me qëllim që t'i shfaros dhe do të mendoj të ndryshoj kohërat dhe ligjin. Shenjtorët do të bien në duart e tij për një farë kohe, disa kohë dhe për gjysmën e një kohe. Siç mund ta shohim këtu, profeti Daniel profetizoi shumë kohë më parë se ai që I kundërvihet Perëndisë do të flasë kundër shumë të lartit dhe do të shtyp popullin e tij të shenjtë. Madje do të përpiqet të ndryshoj kohët e caktuara dhe ligjet. Ashtu siç ishte profetizuar se do të shfaqeshin njerëz të tillë, çfarë ndodhi me të gjithë të vërtetën gjatë epokave të errëta? Siç ishte profetizuar në Bibël, e vërteta u ndryshua dhe u shfuqizua. Sot, të gjithë ata që ndjekin kishën duan të shpëtohen. Por në vend që të binden urdhërimeve të Jezusit si apostujt Pjetër, Gjon dhe Jakob, të gjithë po zbatojnë dhe po binden urdhërimeve të atij që I kundërvihet Perëndisë. Kështu u shfaqen adhurimi I së dielës, që nuk është fjala e Perëndisë, dhe Krishtlindjet që Perëndia nuk I urdhëroi kurrë. Jezusi e dinte që kjo do të ndodhte dhe na la këtë fjalë nëpërmjet apostullit Gjon. Nëse dikush I shton diçka fjalëve të profecisë së Biblës, çfarë do t'i ndodhë atij? Perëndia do t'i shtojë atij plagët. Dhe nëse dikush I heq fjalët, Perëndia do t'i heqë atij çdo pjesë në mbretërinë e përjetshme të qiellit. Edhe pse ai na e dha këtë fjalë, bota nuk e di atë. Ata vazhdojnë të veprojnë sipas urdhërave të Satanit. Kështu, ata janë të destinuar të lodhen nga puna e pakuptimit dhe më vonë vdekja do të jetë rezultati I tyre I vetëm. Unë besoj se ti dhe unë duhet të jemi ata që ndjekin vetëm urdhërimet dhe fjalët e Perëndisë, pavarësisht gjithçkaje.